Eliona ka hapur një bisedë të drejtë për drejtë, të thelluar dhe pa doreza me Limin, duke e vënë atë përballë realitetit të situatës së ndërlikuar sentimentale që po zhvillohet brenda shtëpisë. Ajo e ka trajtuar temën me seriozitet, duke theksuar se raporti i tij paralel me Albën, Dolcen dhe Bian nuk është më thjesht një çështje personale, por ka filluar të ndikojë drejt për drejt në klimën e përgjithshme mes banorëve. Sipas Elionës, tensionet mes vajzave janë bërë gjithnjë më të dukshme, me debate, xhelozi dhe keqkuptime që lindin vazhdimisht, dhe në qendër të gjithave qëndron Limi. Ajo nuk ka hezituar t'ia thot hapur se përplasjet mes tre vajzave po ndodhin pikërisht për shkak të paqartësive dhe sinjaleve të përziera që ai po jep. Po zihen femrat për ty, i ka thënë ajo, duke nënvizuar se dinamika mes tyre është përshkallëzuar dhe se situata po bëhet gjithnjë më e vështirë për të menaxhuar. Biseda ka marrë një ton edhe më serioz kur Eliona ka theksuar se një trekëndësh i tillë emocional nuk mund të zgjas pafundësisht pa pasoja. Ajo ka lënë të kuptohet se, nëse Limi nuk merr një qëndrim më të qartë dhe më të vendosur, rrezikon jo vetëm të përkeqësojë marrëdhëniet me vajzat, por edhe të humbas besimin dhe respektin e tyre. Sipas saj, mungesa e qartësisë po krijon hapësirë për interpretime të ndryshme, duke ushqyer ndjenja pasigurie dhe xhelozie. Nga ana tjetër, Limi është përpjekur të mbrojë veten, duke theksuar se nuk ka pasur qëllim të luajë me ndjenjat e askujt. Ai ka sqaruar se situata është më komplekse nga sa duket dhe se secila prej vajzave përfaqëson një fazë të ndryshme të jetës së tij emocionale. Ai ka insistuar se po mundohet i trajtojë të gjitha raportet me sinqeritet dhe respekt, edhe pse e pranon se nuk është e lehtë të menaxhosh paralelisht. Unë po sqarohem me Egjin, me shoqërinë dhe me atë që po vazhdoj përpara, është shprehur Limi, duke tentuar të shpjegojë pozicionin e tij. Në këtë deklaratë, ai ka lënë të kuptohet se Alba simbolizon të kaluarën e tij, një kapitull ende të hapur me emocione të pasgjidhura. Dolce përfaqëson një lidhje më shoqërore, të ndërtuar mbi afërsi dhe komunikim të përditshëm, ndërsa Bia është personi me të cilin ai po përpiqet të hedhë hapa drejt një të ardhmie të mundshme sentimentale. Megjithatë, kjo ndarje e roleve nuk ka arritur të qetësojë plotësisht situatën. Përkundrazi, për disa banor, përfshirë edhe Elionën, ajo ka ngritur edhe më shumë pikpyetje mbi kufitë e këtyre raporteve dhe mbi faktin se sa e drejtë është që të gjitha këto marrëdhënie të zhvillohen njëkohësisht në të njëjtin qati. Atmosfera në shtëpi mbetet e ngarkuar, ndërsa vajzat vazhdojnë të përballen me emocionet e tyre, secila duke kërkuar qartësi dhe siguri. Në përfundim, kjo situatë ndërlikuar ka kthyer Limin në një nga figurat më të përfolura të momentit, ndërsa trekëndëshi emocional mes tij, Albës, Dolces dhe Bias është ndërruar në një nga temat më të nxehta dhe më të diskutuara brenda shtëpisë. Publiku dhe banorët presin me interes zhvillimet e radhës, pasi mbetet për të parë nëse Limi do të arrijë të marrë një vendim të qartë apo nëse kjo dinamik do të sjellë përplasje edhe më të forta në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.